E kam fjalën për procedurë, sepse e para njerë dëgjojmë të pavërteta, meqense sapo foli Ministra e Brendshme. Ministra e Brendshme do duhet na thoshte. Po zoja Zhupa, kjo s'ka të bëjë me procedurë, ju lutem. Thënë procedurën zoja Spahiu, që edhe mos ta prishim rendin e kësaj seance. Po, më lër ta mbaroj dhe do e kuptosh ku është procedura. Po kjo s'ka fare lidhje me procedurën, mi dhe çfarë do them, zoja Spahiu, më dëgjo, se ndoshta duke qenë se ju drejtove, që merret, po ja ta sqaroj, ju jeni njëri që merret me shëndetin publik. Dhe me shëndetin. E duhet ta dini që kur shteti shqiptar përdor gaz plotësjellës të skaduar, rrezikon shëndetin publik, zoja nënkryetare, dhe është kundra konventave ndërkombëtare, dhe ju dhe ne si parlamentar duhet jemi të shqetësuar me disproporcionin që ndërmerr policia e shtetit ndaj protestuesve paqësor të opozitës. Duhet jeni shumë të shqetësuar kur rrezikoni të helmoni njerëz, kur godisni invalid, kur çoni në qelit e burgut minoren, sepse këto kanë të bëjnë për standardet që ne flasim për integrimin evropian. Dhe duhet ju vitur kur del këtu sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste dhe thotë që është arritje e madhe që 2.2 milion euro shkojnë për një sport që ka qef zoti Klosi, ndërkohë që në këtë vend nuk ka ilaçe në pediatri, në këtë vend nuk marrin pagat infermierët, në këtë vend shkurtohen me akt normativ rast pas rasti buxheti i arsimit, në këtë vend nuk i jepen pagesat e transportit mësuesve që ikin nga një zonë në zonën tjetër, dhe suksesi sipas jush janë 2.2 milion euro për padelin. Ato 2.2 milion euro mund t'i jepni shumë mirë për qytetarët, për ilaçen te onkologjiku dhe për të mirën e këtij vendi. Por këtu jeni katandisur, ku keni lidhjen me realitetin, dhe si dikur mbretëresha e Francës thoshte pse protestojnë njerëzit për bukë dhe nuk hanë briosh. Edhe majoranca sot thot çfarë problemi ka, mjafton që ne të bëjmë padel, të mbysim me gaz të skaduar, t'ju shkatrojmë shpronat, t'ju shkatrojmë shëndetësinë, t'ju shkatrojmë arsimin, t'ju marrim qytetarëve gjithçka që kanë nga përjetën e tyre dhe të vim këtu dhe të mburremi me arritje imagjinare. Zoja Spahiu nuk ka më procedurë më të rëndësishme për një kuvend se sa të kujdeset për shëndetin e qytetarëve dhe për një drejt kushtetuese siç është protesta. Qytetarët atje kanë goditur një institucion i cili është institucioni më i korruptuar në vend si kryeministria, një institucion që është kriminal dhe i lidhur me krimin dhe një institucion që përfaqëson narkotrafikun dhe nuk kanë goditur të policisë së shtetit atje, ku me detyrimin tuaj ju i përdorët si terrorist kundra qytetarëve. Shumë faleminderit.